Tashi mbyll një cikël të rëndësishëm dhe përgatitet për një fillim të ri me energji të rinovuara. Demi ruan stabilitet financiar dhe emocional duke konsoliduar rritjen e javës. Binjakët marrin vendime të rëndësishme në komunikim dhe marrëdhënie profesionale. Kaforia arrin qartësi emocionale dhe kuptim më të thellë të ndjenjave të saj. Luani përjeton rritje të prestigjit social dhe vlerësimit publik. Virgjëresha qartëson planet afatgjate dhe prioritetit të saj. Peshorja merr një vendim përfundimtar në një çështje të rëndësishme. Akrepi përjeton transformim emocional dhe ndryshim të brendshëm. Shqyrtari zhvillon një vizion të ri për të ardhmen dhe drejtimin e tij. Priciapi arrin rezultate të qëndrueshme profesionale dhe stabilitet. Ujori aktivizon ide të reja me potencial të madh zhvillimi. Peshqit përjetojnë aktivizim të fortë, intuitiv dhe qartësi shpirtërore.